Para se të fillojmë videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Zbulohet receta çuditëbërëse që kuron infeksionet e veshit në vetëm 24 orë. Infeksioni i veshit mund të shkaktohet nga bakterie ose viruse në veshin e mesëm dhe është i zakonshëm tek fëmijët, por edhe te të rriturit. Shenjat më të zakonshme përfshijnë dhimbje në vesh, tërheqje në vesh, vështirësi në gjumë, dhimbje koke, pagimi i dobët ndaj tingujve, temperaturë të lartë, lëngje që rrjedhin nga veshi, të vjella, diare e të tjera. Veshi përbëhet nga 3 pjesë: veshi i jashtëm, veshi i mesëm dhe ai i brendshëm. Çdo pjesë ka funksionin e vet specifik. Veshi i jashtëm është në formën e gjetheve dhe kap valët e zërit në udhëtim. Valët e zërit përmes kanalit të veshit arrijnë në dhomën e veshit, e cila gjendet në pjesën e mesme. Këto valë udhëtojnë në pjesën e brendshme të veshit përmes kanalit të veshit. Truri ynë përpunon zërin që merr nga nervat. Pas kësaj, ne jemi në gjendje të njohim tingujt dhe ta kuptojmë atë. Infeksionet e veshit mund të shfaqen në çdo pjesë të veshit. Infeksionet më serioze ndodhin në veshin e brendshëm, por këto janë mjetet më të mira për infeksionet e veshit, se si t'i trajtoni ato në vetëm 24 orë dhe të shpëtoni një herë mirë nga këto probleme. Përdorimi i hudhrës. Vloni 2 ose 3 thelpinj hudhër të freskët në ujë për 5 minuta. Pastaj, shtypini ato dhe shtoni pa krip. E vendosni përzierjen në një shami të pastër dhe më pas e vendosni në vesh. Një tjetër gjë që mund të bëni është të konsumoni 2 deri në 3 thelpinj hudhër të papërpunuar në ditë. Kjo gjithashtu ju ndihmon të përshpejtoni procesin e shërimit. Uthulla dhe mushti i mollës kanë një rol vendimtar në kurimin e veshit. Kur infeksionet e veshit shkaktohen nga kërpullat, atëherë alternativa më e mirë është uthulla e mollës. Vetëm përzjeni një sasi të vogël të uthullës së mollës me një sasi të barabartë të ujit. Vendosni pambuk në veshin tuaj bashkë me këtë përzierje për rreth 5 minuta dhe në fund thajni veshët nga lëngu me një pambuk të thatë. Edhe qepët ju vinë në ndihmë për të kuruar problemet e veshit. Qepët mund të përdoren për të trajtuar infeksionet e veshit. Vendosni një qepë të coptuar në ngrohje ose në mikrovalë për 1 ose 2 minuta. Lejeni të qetësohet dhe pastaj shtypni lëngun e qepës. Vendosni 2 deri në 3 pika të lëngut në veshin e infektuar. E lini atë për një kohë dhe pastaj ktheni kokën për të lënë të dalë nga veshi juaj. Ju gjithashtu mund të piqni një qep për gjysmë ore. Prerë në gjysmë dhe vendosni gjysmën në një plurë të trashë pambuku. Vendosni copën e pambukut në veshin e infektuar për rreth 5 minuta. Prisni për 10 minuta dhe pastaj përsëriteni përsëri procesin. Lëngu nga gjethet e mangove. Ekstrakti i gjetheve të mangos është një trajtim i shpejtë dhe efektiv. Por ja se si të realizoni këtë recetë. Shtrydh ose bluaj 2 deri në 3 gjethe të buta të mangos. I ngrohni me pak lëng. Vendosni 3 deri në 4 pika të lëngut në veshin e infektuar me ndihmën e një pikatoreje. Ju do jeni më të lehtësuar dhe dhimbja brenda në vesh do të qetësohet. Përdorni këtë ilaç deri në 3 herë në ditë për të lehtësuar në plotësi infeksionet e veshit. Kripa. Ngrohni një kripë në një tigan ose në një mikrovalë në nxehtësi të ulët për disa minuta. Vendosini kripën e nxehtë në një çorape të pastër dhe lidhni mirë. Vendosini kripën në vesh për 5 deri në 10 minuta. Përsëriteni këtë sa herë që të keni nevojë gjatë ditës. Ngrohja do ju ndihmojë të nxjerrni çdo infeksion nga veshi juaj dhe gjithashtu do të ndalojë entjet dhe dhimbjet. Një filxhan oriz mund t'ju shërbejë si një alternativë e mirë për kripën. Borziloku. Borziloku është i fuqishëm në zvogëlimin e infeksioneve dhe ndalimin e dhimbjeve. Përfitoni lëngun e borzilokut nga pasta e gjetheve të freskëta. Vendosini lëngun rreth veshit me pambuk ose siguroni që të mos marrë lëng brenda veshit. Vaji i ullirit. Nëse tubat e veshit janë bllokuar dhe për këtë shkak është dylli, ju mund të pastroni këtë me vaj ulliri. Por ja se si.
Si fillim, ngrohni pak vaj ulliri. Vendosni disa pika të vaj të ngrohtë në veshin e infektuar. Dylli, pastaj zbutet. Pas zbutjes, hiqni dyllin e infektuar. Ju gjithashtu mund të përdorni vajin e mustardës në të njëjtën mënyrë si ai vaji i ullirit. Vaj pemës së çajit. Pema e çajit posedon pronat e buta antibakteriale. Ato do ju japin lehtësim të menjëhershëm nga sëmundjet e veshit. Vendosni 3 pika vaj çaji, 2 lugë vaj ulliri, 1 lugë çaj me uthull dhe musht molle. Pastaj ngrohni përzierjen. Vendoseni përzierjen në vesh dhe e lini për 5 minuta. Ktheuni nga njëra anë dhe aplikojeni përsëri nga ana tjetër, në mënyrë që të lehtësoni dhimbjet e veshit dhe të trajtoni infeksionet ose bllokimet e tij. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Infeksionet e veshit kanë tendencën të ndodhen më shumë në një vesh, sidomos gjatë dimrit, sepse problemet e shëndetit, si të ftohtit dhe gripi, janë gjithashtu në rritje dhe janë bazat për këto probleme. Infeksioni i veshve ose otis media është shkaku më i zakonshëm i problemeve të veshit. Infeksioni në vesh, sipas burimeve, shoqërohet me një të ftohtë të zakonshëm, grip ose lloje të tjera të infeksioneve të frymëmarrjes. Kjo ndodh për shkak se veshi është i lidhur me rrugët e sipërme të frymëmarrjes dhe me një kanal të vogël të njohur si kanali i eustakut. Mikrobet që zhvillohen në zgavrën e hundës ose të sinuseve mund të ngjiten në kanalin e eustakut dhe të arrijnë deri në vesh. Infeksionet e veshit janë nga arsyet më të zakonshme për vizitat e qendrave të kujdesit shëndetësor. Por cilat janë rreziqet dhe problemet e veshit? Infeksionet e patrajtuara të veshit mund të çojnë në komplikime serioze për jetën, duke përfshirë humbje të dëgjimit, dëmtimin e daulles, meningjit e deri në paralizën nervore të fytyrës. Por cilat janë shenjat e infeksioneve të veshit? Një dhimbje e mprektë e papritur ose një dhimbje e shurdhër dhe e vazhdueshme, një ndjenjë zhurmë në vesh, të përzierja, dëgjim i dobët, rrjedhje e lëngu nga veshi. Sa herë që dyshoni se jeni të prekur nga infeksionet e veshit, ju këshillojmë të konsultoheni me mjekun, por gjithashtu ka dhe zgjidhje natyrale si ato që folëm më lart për të trajtuar këto dhimbje. Gjithashtu edhe një zgjidhje e mirë për veshin, të kompresa me ujë të ngrohtë. Sa më shpejt jetë e mundur, aplikoni disa kompresa të nxehta në veshin e infektuar. Do të lehtësojë disa nga dhimbjet dhe gjithashtu do të parandalojë rritjen e infeksioneve. Njomni një copë të pastër me ujë të ngrohtë dhe pastaj vendosini kompresën në veshin e infektuar. Mbajini atë për disa minuta, por jo më shumë se 5 deri në 6 minuta dhe pastaj përsëriteni procesin sipas nevojës në intervale nga 1 deri në 2 orë pushim. Infeksionet e veshit janë të shpeshta dhe më së shumti asim në moshat pediatrike, pra tek fëmijët. Infeksionet e veshit, ato të formave më të lehta, në përgjithësi nuk zgjasin më shumë se 3 ditë dhe në të tilla raste nuk është domethënë se të drejtoheni tek mjeku. Por si të kuptoni nëse keni infeksione të veshit? Shenjat kryesore janë dhimbje të brendshme të veshit, temperaturë e lartë deri në 38 gradë, debulesë, vështirësi në dëgjim, sekrecione që rrjedhin nga veshi, kruajtje dhe acarime në zonat ku keni dhimbje të veshit. Ndërsa te fëmijët dhe fëmijët e vegjël, infeksionet e veshit shoqërohen me simptoma të tipit. Tërheqje ose fërkime të veshit, nuk reagojnë ndaj tingujve të ndryshëm, shfaqin shenja nervozizmi. Por si të trajtoni këto infeksione të veshit? Përdorni qetësues kundër dhimbjeve. Këto qetësues duhet i merrni me këshillën e mjekut nëse nuk i keni kaluar moshën 16 vjeç. Vendosni mbi vesh një robë të ngrohtë ose të ftohtë. Doni sekrecionet që rrjedhin nga veshi duke përdorur një copë të pambukut ose të leshtë. Kontaktoni me mjekun specialist në rast se fëmia juaj ose ju keni këto simptoma. Temperaturë të lartë, dhimbje vesh që zgjat më shumë se 3 ditë, entje në zonën përreth veshit, lëngje në formën e sekrecioneve që rrjedhin nga veshi, humbje të dëgjimit dhe probleme të tjera me shikimin.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.